moshatare, zanje në borde e paskeruvet, qysh preje që do bashe muji. Për ta kuptuar më mirë këtë, në një periudhë që s'kishin fare mediat sociale, ishte mjaft më domethënës akti shërbimi ndaj komunitetit në këtë aspekt, por vazhdon edhe sot e kësaj dite. Kam një pyetje tjetër mjaft interesante. Në studion ton ne kemi një portret, në hyrjen e studios kemi një portret të madh të nënës Terez. Ju e adhuroni nënën Terez. Ç'është nën Tereza për ju? Bën mirë që e bën këtë pyetje Rafael, dhe është një diçka që nuk do të lidhet me fen. Do ta kuptojnë gjithë që unë nën Terezën e adhuroj, e dua shumë, edhe mundohem që të bëj çdo veprim timin, e imagjinoj e mendoj si thot nën Tereza. Unë e njoh mirë biografinë e saj, jam studios, e dini që neve 26 gusht deri në 5 shtator ne kemi 2 javë të Nën Terezës, që neve i bëjmë këto javë të Nën Terezës, kemi hyrë në vitin e 23. Pavarësisht se nuk i bëjmë publike për të dukur, për të bërë, po jemi një nga televizionet, dhe e them këtë, një nga televizionet, do thosha mediat në komunitetin shqiptaro-amerikan dhe botëror, do thosha që i kemi kushtuar më shumë vëmendje dhe për propagandimin e botës shpirtërore të Nën Terezës. Nën Tereza është dashuri, Nën Tereza është mirësi, është jetë, është një person që nuk ka bërë dallime në jetën njerëzore. Kjo mjafton për mua. Dhe dy thënjet saj që janë të mrekullueshme, që çdo shikues që shikon tani do ta mendojë veten e vet, ta vër në këtë pozitë, po jo në pozitë të vështirë. Ajo thot, ti jep dashuri Rafaelit, i buzëqesh jep dashuri Rafaelit Turren. S'ka gjë, thot. Duhet përsëri, thot Rafaelit. Pastaj vjen tek ana ekonomike, se mirë kjo që është shpirtërore. Ti ndërton, thot, Rafaelit arrëzon. S'ka gjë, thot, ndërtoje përsëri. Pra, nëse analizon të dyja këto thënie të Nën Terezës, të cilat nuk janë thënie, po këto janë mësime për neve, unë e kam pasur si leitmotiv jetën, kontributin e Nën Terezës, dhe jam munduar që sa do pak, ndoshta një pik ujë nga oqeani i saj unë kam marrë dhe kam sjellë në televizion, dhe fakti që televizioni jo nuk ka konflikte, nuk merret me gjëra të këqija, pra ne gjithmonë, sepse burimi i jetës saj është që na ka motivuar që ne të sjellim, të propagandojmë gjithmonë të mirën. Dhe e mira do të vrasë të keqen. Ndoshta duhet shumë kohë që influenca e të mirës të shohë të keqen, por mendoj se është shërim për gjithmonë. Pra, ne jemi lart keqes duke propaganduar gjithmonë të mirën. Unë ju them juve faleminderit Rafael për të mirat që ke. Sigurisht, çdo njeri, ju e unë e tjerët kemi të meta, por nuk është qëllimi i televizionit ton për të kapur të metat. Ne duhet që në botën komunitare, dhe duke ardhur dhe lidhë njëherë me ato që televizioni jënë është mision, pasi neve promovojmë vlerat komunitare, të individëve, të organizimeve të ndryshme, shoqërore, të institucioneve vetare, të shoqatave, të gjitha ne, të grupacionave artistike, ne i promovojmë ato në programet tona. Ndaj edhe është mision. Për të lidhur me këtë kuptimin e vërtet të fjalës mision, nga ana tjetër, ky mision nuk është vetëm juaj, por është dhe kontribut edhe i familjes Vila në zhvillimin dhe vazhdimin e televizionit në 25 vite. Unë s'kam folur ndonjëherë për këtë. Nuk kam folur edhe nuk kam pasur edhe qef që të më thonë dikush që ju jeni pronar i televizionit, pasi nuk ka qenë qëllimi im për të propaganduar tek njerëzit si një person që kam një biznes dhe kam një televizion, se sa atë vullnetin dëshirën për të shërbyer njerëzve. Këtu vjen tek ajo që fuqinë e 4 media, unë po e them shkurt, pra duhet një analizë gjerë, vjen nga shërbimi. Familja ime, duke filluar nga mua, nga bashkëshortja ime, djali, vajza, kanë punuar, kanë kontribuar këtu në mënyrë vullnetare, pra kemi punuar
Edhe mund të thotë dikush që është biznes serioz, si mund të rish. Por kur vjen pona, do të thënë të vërtetën. Duke mos qenë biznes, atëre 100% është kontribut adhetar, kombëtar, shqiptar. Edhe le ta dinë të gjithë, që nga ju i pari, se ju e dinë të vërtetën, le ta dinë dhe gjithë tjerë të shqiptarët që kontributi i familjes Vila për ndërtimin e curin dhe sjelljen e televizorit deri 25 vjetorit ka qenë i saj i dukshëm, i përhershëm dhe gjithmonë ka qenë prezent dhe është pa kontributin e familjes Vila nuk do të ishte televizioni 25 vjetorin ose s'do ishte fare. Edhe në të ardhmen, nëse nuk do të jetë kontributi i familjes tonë, nuk do të eci televizioni për mënyrën se si neve e kemi ndërtuar si televizion. Se nesër mund ta marrë dikush tjetër këtë edhe mund ta ngrej edhe më lart. Biznes, po më bëjnë më lart tjetër. Në tonë nivele e ka sjell puna, kontributi, të ardhurat, shpenzimet e familjes Vila, plus këtu kanë pjesë dhe donatorët, edhe pse pak do të thosha në kuptimin nuk është në nivelin e madh të lartë donacione, se ne nuk kemi donacione të përmoshme, nuk kemi donacione për të sponsorizuar në një emision, po t'i vesh re tërë televizionet në Shqipëri e kudo në botë, kanë sponsorizim. Nuk është gjetur ky mekanizëm, ndoshta më shumë për fajin tonë se sa për fajin e biznesmenëve, ndoshta kjo për të ardhmen duhet të jetë parasysh, por të gjitha këto që janë kanë vlerën e tyre edhe donacionet, njëkohësisht edhe puna e personelit të televizorit të kuesht, nuk ka pasur atë vlerësim pagese si që mund tjetë në një media tjetër, por janë përshtatur, kemi rënë dakord dhe unë e them këtë që ne nuk kemi, asnjëherë s'kemi patur punonjës vullnetar. Të gjithë janë paguar dhe paguan. Sa kemi mundësi, këto janë gjë tjetër, pastaj por nuk kemi edhe në këtë pikpamje mendoj që ndje mirë si familje që emigrant, të ardhur, të rinj, këtë televizionin e kemi thyer në një mision dhe kërkojmë mbështetjen me këtë rast, edhe pse unë vlerësoj familjen, por kërkojmë mbështetjen, bashkëpunimin nga gjithë familjet shqiptare, sepse tërë familjet, edhe familja ime si familjet e tjera janë, një lloj jemi, edhe dua dhe mbështetjen edhe në të ardhmen. Zoti Kanika, lumë ke një temë tjetër. Si e shihni rolin e Alp TV USA si mjet për ruajtjen e identitetit kombëtar? Kjo është thjeshtë. Shpesh ne jemi kritikuar njëherë si televizion konservator. Në realitet ne nuk jemi konservator. Jemi konservator në pikpamjen politike, në kuptimin e ruajtjes të etikës, pra të folurit, të trajtorit problemeve. Jemi njerëz familjar, nuk lejojmë në televizion që të fliten fjalë apo të sillen mendime që nuk i shërbejnë komunitetit. Edhe jashtë etikës. Edhe jashtë etikës, por në realitet duke qenë mision, e ne sot e zbulojmë këtë, ja o them, që qëllimi jonë është që krahas institucioneve fetare, të cilat kanë patur dhe kanë një rol në komunitetin shqiptaro-amerikan, ne të lozim një rol që të ruajnë vlerat tona komunitare atë bërthamën. Dhe po ta shikosh, unë do t'jap 2-3 shembuj që të kuptohet mirë. Po. Ne flasim 100% shqip në programet tona. Dhe të ftuarit që janë në anglisht, kur nuk mund të shmë anglisht dot, i përkthejmë në shqip. Të gjitha aktivitetet ose programet e televizionit tonë janë përshtatur komunitetit për të ruajtur traditat nga kemi ardhur nga vim. Kemi emisione që i përshtatim, që sjellim nëpërmjet folklorit. Folklori, edhe pse është muzikë, duke një gjë e vogël, po ka një rol shumë të madh në edukimin e brezave. Pasi muzika hyn në botën shpirtërore të njeriut, pa i thënë ti që merre e ajo të kundërshton, e merr vetë, e kupton? Anën tjetër, pra nëpërmjet emisioneve historike, tradicionale, dokumentarëve që ne japim, nëpërmjet kremtimit dhe pjesëmarrjes që bën komuniteti kremtimet ndryshme për festat ndryshme, për evenimentet që është 29 nëntori, dita e nënave, quhen si gjëra të vogla, po çdo bashkim sjell një vlerë që është e përgjithshme që kemi të bëjmë me çështjen kombëtare shqiptare, me identitetin tonë kombëtar.
Dhe po të shikosh programet e televizionit ton, janë të gjitha të ndërtuara për ruajtjen e identitetit ton kombëtar shqiptar. Është shumë e vështirë si nismë, është shumë e vështirë për të realizuar, sepse nuk sillet produktet me njëherë, por jam i bindur që nëse sot nuk e kuptojnë, kur vitet kalojnë, do ta kuptojnë komuniteti i shikuesit dhe gjithë tjerë që ne kemi dhënë një kontribut në këtë fushë, jo kështu në mënyrë spontane, por me një strategji e cila ka ecur, ka funksionuar dhe do të vazhdojnë të ecim. Ne jemi partner me njerëzit që duan të mbrojnë, të ruajnë identitetin ton kombëtar shqiptar. Pasi këtë ta jep mundësi në Shtetet Bashkuara të Amerikës të jesh një shqiptar i mirë, një shqiptar i devotshëm dhe të jesh një amerikan i suksesshëm, po aq i mirë sa dhe shqiptar. Edhe tek gjeneratat e dyta flas, edhe tek gjeneratat e treta, sepse këtu në Shtetet e Bashkuara emigracioni ka migracionin vjetër, migracionin e ri, migracionin pas viteve 90. Këtu në gjeneratat e dyta dhe treta, ne dytat jemi mirë, ne treta ka probleme, pasi janë probleme që janë dhe në familjet tyre, janë probleme globale, të cilat i kanë sjellë rrjetet sociale, rrinë në telefon, TikTok, Instagram dhe në shtëpi po të vesh në një familje, janë 5-6 veta, 10 veta, të 10 janë në telefon me njëri tjetrin, po ikën një trend i cili mendoj se do të ketë një kulme do të bjerë, pasi është një lloj si ato muzika mediterane që erdhi në vitin 90 që kur ndryshua sistemi ande nga jugu greqisht, ande nga veriu serbisht, ande nga zona e Durrësit italisht, tani në Shqipëri po të vesh në tëra lokalet ka muzikë shqiptare, sigurisht në një tuaj. Në këtë prizëm do të them që këtu do lozin një rol familjarët, e veçanërisht nenat. Duhet që fëmijët të edukojnë që të mos e humbasin gjuhën, traditën, zakonet shqiptare. Kemi traditë, zakone të mrekullueshme që ato me kalimin e ndërtimin e familjes, duke pasur këto zakone tradita, keni jetë të ëmbël, jetë shëndetshme, jetë të mirë, pasi kanë dhe komsit e tjera të tyre, po nuk i kanë si tonat, pasi ne kemi familjen të shenjtë.